Dy CV-ja. Vetëm 2 janë në Shqipëri. Kjo dhe një në Tiranë. Vetëm 2. Furnizori i parë është gabim, janë disa modele ndryshme për 30.2-shin. Shikoni pak ndryshimin. Janë 1, 2 vrimë që i bllokon te i vjetri. Ky është origjinali vet. Dhe trasia duhet. Është shumë e rëndësishme 1.2 mm. Ky është 0.5 mm. Duke bërë që floti të zhytet më poshtë. Dhe gabimi i dytë, shikoni, janë vendosur 2 rondele dhe floti është ulur poshtë gati 2-3 mm. Duke bërë që gota të mushet përgjysmë. Gabimi i dytë të ky karburator. Shumë gabim, kjo prerja këtu. Dhe kabel nga fillimi të çojmë tek distributori. Montojmë karburatorin. Masi kemi pasuar në mënyrë perfekte. Do shohim gjërat e tjera. Vajin, fazën. Dhe çuna. Karburatorin e bërëm gati. Thjesht jere për ta montuar. Po ja vlen tjetër një sy edhe kësaj. Janë vetëm 2 në Shqipëri. 2 CV, pra 2 kavalli që italianët. Shikoni pak. Bidhi okay. Është legjend, Gabriele, po kjo është shumica e shqiptarëve janë rritur me këtë makinë për filma. Na provon ta ndezim me këtë. Do na ndizet. Shkoj sa pa parë. E dini që fshisët e xhamave nuk punojnë nëse makina nuk ecën? Është e çuditshme, po është vërtet. Sa më pëlqen kjo makinë, ka vetëm 2 pistona. Prandaj kjo 2 CV. Ka vetëm 2 pistona dhe është një makinë pa vdekshme. Ky motor studiohet akoma në për universitete. Është fort si motor, nuk prishet, nuk e gjen asgjë, është shumë kollaj për të riparuar. Me një lugë, me një pirum mund ta riparosh në mes autostradës. Një kryevepër franceze. Kjo se Citroeni zakonisht nuk kanë nxjerr kurrë makina të mira përveç SS. Okej. Bëjmë gati billin. Edhe provojmë ndezim edhe Citroenin. Kjo është për gabim, nuk vendosën në forme. Filtri vendosën para se të vijë pompa. Po hyri pislokun pomp, ka marrë punë. Kështu që nëse keni bidë filtri në fillim, nga këtu pastaj në pomp, në karburator nuk ka nevojë për filtr. Gjithsesi, për ta ndezur bëj një provë tani. Momentalisht ta lëm kështu, për faktin se është shumë rrezik të ndalesh në udhtim me këtë gjë. Ja lëm porosi për najt kur vjen nga Greqia. Një listë gjërash që do të ndryshoj urgjentisht me kjo makinë. Shikoni tani, ky tele këtu. Shikoni pak sa gabim është ky. Ka marrë klamprat, ka marrë fix ato që na duan, bëra miqi më. Mashkull kemi marrë, mashkull këtu. Në kemi marrë. Aja, që e një vend. Super. Kjo është tamam nga temu. Dikush e ka bërë lidhjen këtu. Bie plusi. Kjo është për ta hap çokun elektrik.
Kjo është për të hapur më mirë çokun e tij edhe me izolues. Që mos kapin në metal. Kjo është çokut. Kjo hap rrugën e benzinës, kjo hap çokun kur nxehet, është me rezistencë termike. Hapet komplet kjo dhe fillon e ulet gjyra e motorit. Atëherë, do bëjmë një provë tani, përpara nëse do lidhet vetëm me karburatorin, dhe pastaj do shohim sistemi elektrik. Fazën kavaj, pas ka mbi nivel. Shkrepar në e bidon të dhe forme. Që sa buër. Ok. E baterin. Ok. Ok. Oh. Nese rali. Është hera parë që bën një Beetle që s'ka nevojë për riparim, një Beetle i braktisur, domethënë si ky. Më bëhet qefi. Do bëj një madhe komprimimin, një kontroll të fazës, po mendoj që nuk ka nevojë. Punon super. Do presim në nxehjet, atëherë dalin gjithë fulluqet. Gjithë problemet pas së nxehur. Karburatori është bërë për mashallah. Shikoni pa gafë. Si ishte, edhe si u bë. E vetë nga një shkërqenë këtu, e do pasëm në motorin, gjithsesi. Çuna është motori më pak punë që kam pas nevojë të merrem, pra një pasim perfekt i karburatorit dhe erdhi plotësisht në vete, komprimimi duket mirë. Më bëhet qefi kur ka makina të braktisura në kësaj forme, i zoti është në Greqi dhe mendoj shumë shpejt këtë verë do merret me këtë makinë. Është restauruar, nuk mendoj të ka ndonjë gjë të madhe, thjesht mendoj të frenat, sistemi i frenimit është problematik te këto. Ai tentova të bëj një xhiro, po është komplet të frenato. S'kam kohë të heq tamburët dhe ta rregulloj, po do vi prapë herë tjetër. Tani do provojmë të ndezim bukuroshën blu, Citroenin. Çuna është një motor boxer Citroen me dy pistona dhe e bukur është që ky nuk është me numër me kohë, domethënë si e shprehën mekanikët 1 2. Këti të dy pistonat futen njëkohësisht. E kupton? Është i pavdekshëm. Edhe 200 vjet kalojnë, kjo makinë nuk të ketë kurrë probleme. Atëherë. Shkosa e thjesht është. Marrësh dikë, të shkruar këtu. Ja janë përpara. Atëherë, këtu dihet foli. Çelsa ku ka kjo? Çelsa. Etiket këtu në varinë. Dati karët. Apo? Ué!
Ue, e pa besueshme. E meriton namin që ka si makina më e fortë që ekziston. Okej. Jo se e di, ha? E kam parë në internet. Çuna punim perfekt. Janë vetëm 2 pistona. Vetëm 2 pistona. Tu kemi kokën, ëh? Është madhështore, si gjerish është makinë shumë e bukur. Okej, jo për të gjithë, po është një kryevepër. Do vi një herë tjetër, do bëjmë test drive për të 2 makinat këtu në fshat. Punim pak ajrin, ale? Okej. Kujt bi borjeset. Nuk e di ku ka burin. Nuk e di. Në ngro motore. Ja ullë pak. Ka lezet. Tani mund të thejmë në bazani lumdur që i ndezat e dyja. Kjo një lyrje e letë këse makine dhe kjo thejet në lavdin e vetë dikushme, pa shumë mundime. Një makinë që nuk des kurshuna. Edhe bukuroshe e ime që ju e dini është pika ime dobët. Volkswagen, po një kar me ngia. Jap shpjetin në fund për një kar me ngia.